Thot Allahu në Kur'an: dhe jepuni atyre nga pasuria e Allahut që ai ju ka dhënë juve. Kjo është pasuria e Allahut, të cilën ai ka vënë në duart tua, o vëlla. A është e mundur që ti të mbledhësh këtë pasuri vetëm për të ngrënë, për të pirë, për të udhëtuar dhe për të mburur me disa gjëra të kësaj bote? Allahu do të pyes për to. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: këmba e robit nuk do të lëviz ditën e Kiametit, derisa të pyetet për jetën e tij, ku e harxhoi, për dijen se çfarë bëri me to, për pasurinë e tij nga e fitoi dhe ku e shpenzoi. Kemi shembullin më të mirë tek nëna e besimtarëve Hatixha radhiyallahu anha, gruaja që e dha pasurinë e saj për ta mbështetur dhe për hapur thirrjen islame që në fillim. Po ashtu Ebu Bekri radhiyallahu anhu, për të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: asnjë pasuri nuk më ka sjell dobi ashtu siç më ka sjellur dobi pasuria e Ebu Bekrit. Kur e dëgjoi këtë fjalë, Ebu Bekri filloi të çante dhe tha: a nuk jam unë dhe pasuria ime për ty, o i dërguari i Allahut? Po ashtu e njëjta gjë ndodhi edhe me Uthmanin radhiyallahu anhu, në Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu dhe me shumë sahabë të tjerë të cilët shpenzuan pasurinë e tyre në rrugën e Allahut. Pasuria që ke në dorë është një emanet nga Allahu për të parë se si du ta përdorësh këtë dhuratë të Allahut me të cilën të ka veçuar nga të tjerët. Jepja Allahut atë që ai do nga pasuria jote dhe kujtoje premtimin e tij, kur ai tha: dhe çfarë do që të jepni, ai do ta zëvendësoj atë, dhe ai është më i miri i furnizuesve.